Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 25, data 25 prill, ku kemi të bëjmë me Afroditën në shenjën e binjakëve. Afrodita e dim që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me paran, ka të bëjnë me dashurinë. Duke se në këtë shenjë, në shenjën e komunikimit, energjia dhe ndryshimi më i madh që do të thotë në komunikimin e na bën më të lehtë. Ajo që do të thotë mënyrën dhe mundësinë që ka të bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhje me kontaktet, lidhje me promovime, komunikime dhe shumë gjëra të tjera. Hëna që ndikohet jashtë mase dhe kuptimi dhe ndryshimi i madh që ka të bëjnë me anën e paras, kanë të bëjnë me takime dhe bisedime të rëndësishme dhe jo vetëm. Për sa përket shenjave që ndikohen shumë, janë shenjat e ajrit, siç janë binjakët, janë shpeshorja dhe ujorët. Të 10 diqit parë dhe të 10 diqit të tretë kanë ndikime shumë të mira në këtë drejtim. Tani, para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja rreth shkon atje në lidhje me parashikimin që dëshironi, duke zgjedhur parashikimin tuaj dhe më pas shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe flasim bashkë në WhatsApp apo Viber. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, pra në pyetje përgjigje çdo të mërkur, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe shikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet është ndikuese dhe në bazë të dhënave që duket juve të shenjës së zjarrit keni një mundësi shumë të mirë për sa përket stabilizimit dhe gjërave të mëdha që do të vinë në fushën e karrierës. Në diçi 2 dhe 3 është shumë ndikuar në lidhje me anën e biznesit dhe të komunikimit. Në anën e dashurisë, duket se juve të shenjës së dashit keni pasur një problem të vogël dhe e keni zgjidhur para disa kohëve në fushën e dashurisë, sidomos me peshorët e 10 diqit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e demit. Për juve të shenjës së demit, duket se pikërisht Afrodita, guvernatori juaj që shkon në shenjën e binjakëve, u jep mundësi dhe kohë për sa përket lëvizjeve dhe ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj, por një çështje kreditimi ose diçka shumë të madhe që e keni, është mundësia dhe periudha më e mirë e mundshme për të stabilizuar ato. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantë dhe diçka të parë me ujorët dhe diçka të tretë, është perfektja dhe jo vetëm sepse ka diçka shumë të mirë mbi bisedimet dhe stabilizimin e jetës suaj në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë binjakët. Binjakët të dashur, meqense keni dhe ndikime shumë të mëdha, kemi të bëjmë me ndikimin e Afroditës në shenjën tuaj. Kemi jo vetëm Afroditën, por kemi edhe ndikimin e Uranit gjithashtu, sepse përgatiteni për gjëra shumë të mëdha që do të keni juve të kësaj shenje, jeni në anën më të mirë të mundshme të historisë, do ta thosha, sepse Urani do të qëndrojë gati 7 vite në shenjën tuaj, por gjithashtu deri në ndikimin më të madh që ka bërë deri në 19 maj, do qëndrojë Afrodita në shenjën tuaj, që do t'japi mundësi dhe kohë për sa përket stabilizimit dhe gjërave të tjera që do të keni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 diqit të parë, me virgjëresh të 10 diqit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforët duket se tani është një nga momentet më të mira të mundshme në ekonomi, në stabilizime dhe në gjërat konkrete që do të keni. Është një mundësi shumë e mirë sepse duke pasur parasysh anën ekonomike, vazhdimsinë, se jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me ato çka bëhet, ato çka ndodh, dhe gjërat që do të diktojnë tani është një moment mjaft i mirë, surprizues në atë punën që keni, në gjërat që keni juve, por në anën tjetër është një moment shumë i mirë sepse stabilizimi i punës, i karrierës, i ndryshimeve të mëdha që keni, duke pasur parasysh edhe anën ekonomike, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujorët e 10 diqit të parë, me virgjëresht e 10 diqit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, nëse keni pasur probleme ose çështje të punës suaj, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, lidhje me takime që keni, por meqense tani është dhe momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në fushën ekonomike financiare, edhe pse do t'ju duhet të bëni disa bisedime të tipit që në lidhje me punën, rritje në detyrë, rritje rrugë. Do thoni juve, por ditë shtune çfarë do të bëj? Ditë shtune është dita më e mira, do ta thosh, sepse është ditë e Saturnit dhe juve ju jep mundësi dhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjes së konflikteve të vjetra që keni pasur, zgjidhjeve të problemeve që mund keni pasur dhe kështu që shtuna dhe diela është më tepër për relaks, për gjetur zgjidhje për problemet që juve keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem të 10 diqit parë, me birçap të 10 diqit është perfektja.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat duket se kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe shumë realizuese mbi gjërat që do të bëjnë, mbi takime që do të keni, takime shumë të mëdha për sa përket çështjeve dhe ndryshimeve të mëdha që vjen në anën ekonomike financiare, lidhe me biznesin tuaj, lidhe me karrierën tuaj. Për karrierën është ajo që e keni edhe si mundësi, por edhe si kohë që juve do të keni në anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdijshit parë, me ujor të dhjetëdijshit të tretë, me ujor të dhjetëdijshit të tretë jeni mjaft pozitiv, sepse duke zgjidhur një problem shumë të madh që keni pasur para disa kohëve, duket se tani është momenti dhe koha e duhur mbi stabilizimin dhe ndryshimin e madh që do të keni. Dhjetëdijshi i dytë, dhjetëdijshi i tretë është shumë i favorizuar sepse nga disa udhëtime që do të bëjnë të kësaj shenje, virgjëreshat gjithmonë kanë qenë dhe janë mbi të shenjat me ndikim në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Fushën e karrierës sidomos është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëdijshit parë, me ujorët e dhjetëdijshit tretë që është perfektja, por nëse keni pasur probleme mund t'i zgjidhni sepse është një moment tani, sidomos me peshk, është koha juaj dhe momenti i artë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë peshorja. Meqense peshorët duket se tani kanë një kohë shumë të rëndësishme për sa përket punës së tyre, për sa përket ndryshimit, por dhjetëdijshi i parë është pak i ndikuar në fushën e karrierës së tyre, sepse duke pasur parasysh edhe punën e tyre, por edhe ndryshimin që ata kanë ose vijnë disa takime që kanë tani në këtë periudhë, por është periudha e tyre dhe është një moment mjaft i mirë sepse do të zgjidhin çështje problematike, do të zgjidhin gjëra që ata kanë, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja për punën, për karrierën, për ndryshimin, për ndikimin, sepse lëvizjet dhe mundësitë që kanë bënë është një ndikim shumë i madh që do të ndjedhi në katërkëndësh me Plutonin, ka të bëjnë shumë në çështjet e punës, ka të bëjnë shumë me takimet e thella që do të bëhen, por kontaktet, promovimet, komunikimet, çështjet e punës dhe të vazhdimësisë. Është një periudhë shumë e mirë dhe tepër stabile për punën dhe për karrierën, për ndryshimin dhe gjërat e tjera që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëdijshit parë, me dëmt e dhjetëdijshit të dytë, ka diçka shumë të madhe dhe shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Meqense akrepi duket se tani në këtë periudhë është mjaft pozitiv, është mjaft e mirë edhe në lidhje me takime punës, sepse shenjat e ujit e kanë mundësinë e tyre, kanë dhe një nga takimet që ata do bëjnë në lidhje me një vendim shumë të rëndësishëm që ata marrin dhe ka diçka shumë të rëndësishme në ekonomi dhe në stabilizimet e tyre. Dhjetëdijshi i dytë është shumë i favorizuar dhe tepër pozitiv për të zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me dash duken të mbara, pak vëmendje do të bëni me binjak të dhjetëdijshit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarët të duket se në këtë periudhë që kanë tani, është një periudhë e artë për sa përket takimeve, për sa përket bisedimeve, për sa përket momentit dhe kohës dur që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me një takim jo i rastësishëm, por është takim mjaft i vërtet, ekonomik, financiar dhe kanë shumë besim tek juve. Për sa përket ekonomisë, për sa përket punës dhe çështjeve të reja që do të keni tani tutje, është momenti më i mirë i mundshëm për parë stabilizime dhe për parë ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje. Megjithse jeni pak në dilemë për një çështje pune që keni tani, por është koha për ta zgjidhur këtë problem sepse e keni mundësinë dhe kohën e duhur për gjëra të mëdha që do të ndikojnë tani tutje. Por megjithatë është momenti dhe mundësia mjaft e mirë mbi stabilizimin dhe punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanët e dhjetëdijshit parë, me dashjet e dhjetëdijshit është perfektja, por mos harroni se me peshk dhe virgjëresh është e fetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e bricapëve. Bricapët duket se tani edhe periudha, por dhe koha është e duhura për ekonominë dhe për stabilizimin. Në lidhje me një çështje të dhjetëdijshit parë që ka pasur problem me anën ekonomike financiare, ka pasur problem për punën, për gjërat që nuk kanë qenë aty ku duhet, por në lidhje me ekonominë, lidhje me çështjet e ndryshimit të madh që do të keni, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv sepse ndikimi që ka të bëjnë, për shembull, presupozojmë dhe jo supozime, por janë vendime këto, duke pasur parasysh ndikimi i shenjës bricapëve në anën e dashurisë me gafore, sado që kanë pasur probleme dhe keq kuptime, duket se rregullohen tani. Kurse me peshorët e dhjetëdijshit parë, me dashjet e dhjetëdijshit tretë është koha dhe momenti perfekt i që ndonjëherë
tani e tutje e keni mundësinë dhe kohën për të zgjidhur problemet apo gjërat e kësaj natyre, sepse keni pasur shumë çështje të lëna pezull, por vjen momenti i bashkimit dhe i rregullimit. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët, në fakt ujorët duket se tani në këtë periudhë janë mjaft jo të komplikuar, por janë shumë të kërkuar. Janë të kërkuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me dashurinë, në lidhje me vendimet që marrin, në lidhje me takime të rëndësishme, janë shumë pozitive sepse ka të bëjnë edhe me çështjet e komunikimit, ka të bëjnë me gjëra që do të ndikojnë tani sepse shenjat e ajrit ka një mundësi ku ndikimi i afërditës në shenjën e binjakëve juve ju ndihmon jashtëmasa për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të ndryshimeve të tjera që do të vinë drejt jush, dhe është një moment mjaft i mirë dhe surprizues në këtë aspekt. Meqense disa ndryshime, pak a shumë, kanë mundësinë, kanë kohën, kanë ndryshimin, kanë momentin e duhur në gjëra të mëdha, është një nga koha dhe mundësia më e artë që juve keni në fushën e karrierës, në fushën e besimit tuaj në brendësinë e punës tuaj dhe të karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën dhe është një moment mjaft i mirë. Dhjetëdiqi i tretë, edhe pse një punë e lënë përgjithshëm do ta zgjidhin tani në këtë periudhë, sepse është periudha juaj dhe momenti kurse në çështjet e këtu nëse keni mundësinë, thosha unë, në lidhje me një bisedë ekonomike, mund ta bëni mbas dite do ishte mirë për juve sepse keni edhe mundësinë, por disa mos jenë shumë njerëz sepse nuk do të gjeni zgjidhje. Prandaj ua them, sepse ujorët kanë disa probleme ekonomike për të zgjidhur, ndash në punë që kanë punuar dhe nuk kanë marrë paran, ndash në atë punë që ata kanë, ju kanë thënë në fillim që do merrni 5 lekë dhe merrni 3 lekë, e kështu me radhë, këto janë gjëra që mund të zgjidhen pikërisht në këtë ditë të shtunë. Anë e dashurisë, duket se me dëmtë dhe diçit parë me akrep ka diçka shumë serioze. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit, meqense peshqit tani në këtë periudhë po bëjnë gati një javë që mundohen të zgjidhin një problem, një ngërç që kanë pasur para disa kohëve. Ky ngërç është një nga mundësitë dhe momenti i duhur mbi disa takime që ata kanë, disa çështje të lëna pezull, por meqense kjo mund të jetë dhe një ndikim shumë i mirë dhe në pozicionimin e planeteve që jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, sidomos, është një moment mjaft i mirë. Por mos harrojmë se bashkëpunimet që ata kanë me peshk të dhjetëdiqit të tretë, peshk me peshk të dhjetëdiqit të tretë, peshk virgjëresh, peshk dem, ka ndikime shumë të mira, por me shqiptar në krahun tjetër ka diçka mjaft perfekte, korrekte nga ana juaj. Megjithatë, duket se një udhëtim i rëndësishëm bëhet, realizohet me sukses në anën tuaj. Megjithatë, e përgjithshmja duket se ju e keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 25 prill 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashikimet e detajuara, atë kemi këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni, pastaj shkoni tek sekretaria duke dërguar mesazh ose emailin atje, dhe duke dërguar emailin e dërgoni dhe datëlindjen tuaj dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt bisedet me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh në kohën që jemi në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të marrë përgjigjen për gjithçka juve ju intereson. Nga unë Njërë Pulla, ju uroj një ditë të mbar, të shtunë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirë.